Nuk ka perëndimi kryeministra autoritar, karragjos si këtu, që tallën gjithë ditën, jo thjesht me opozitën, po me shqiptarët. Ky është turgu i vetëm që ka bërë në këtë kohë. Dhe ky është turbi që na qeveris për njëri. Do janë thjesht klyshe komunistë. Nuk duan Shqipërinë. Do duan ta shesin, ta blejnë Shqipërinë, vetëm për ato pak interese. Dhe kushdo që i ndej kundër, është turbo shaka, që ato llak. Është grekofon, ja vjen emri si tekët këtu. Ky është realiteti. Edhe mendoni për këtë realitet, se nuk është jo për qesh, dhe për blaseni, për realitet që do jetë shumë më jashtë për pasaj. Jemi këtu për të menduar për të hundë Shqipërisë, gjithse kush sipas mënyrës vetë, sipas krahut vetë, dhe i dialektik normal, i shtet normal. Jemi kjo shteti karragjos. Edhe 100 fish më shumë do të bëhemi të gjithë bashkë, sepse kombi e ripërsëris atë që thash pak më parë. Kombi është mbi çdo parti. Gjyrat kuqezi janë mbi çdo ngjyrë tjetër. Dhe ne, rinjtë e këtij kombi, ne që duam me shpirt pas një interes, do të luftojmë çdo ditë për Shqipërinë e çdo plëmtroje shqiptare. Faleminderit. Këta kanë frikë se kush do na fuzi në Europë. Ne jemi Europa. Ne nuk kemi nevojë për Europën e këtyre. Ne jemi europian. Jemi europian në gen. Sot merr në kodë gjenetike. Fjalën gen e kemi ne. Fjalën gen unë kam në emër, fjalën gen e keni të gjithë ju në emër. Ne jemi geni Europës. Ne nuk jemi të shitur. Këta ja kanë shitur shpirtin shejtanit, që nga Berisha e deri te ky Pisha. Ky karragjos që mendon se bën stand-up me njerëzit e administratës, që i detyron njerëzit, që ka pushuar njerëz nga puna dhe që i detyrojnë prindrit i thon fëmijëve mos flisni. Po nuk folëm ne kush do flasi. Kush do flasi? Ne do të flasim. E çova në shkollë dhe nuk u kthye. Duke di kush është në krye të këtij vendi, Ramovici. Ja lutem nënave që nuk i kanë fëmijës sot në të shesh për të bashkuar. Reanimacioni qendror në QSUT ka vetëm 30 vende. Ata të cilët do duhet shkojnë në reanimacion do duhet presin që të vdesë njëri, që të futet tjetri. Ta rri gjithë të për të tyrat, sepse si më del koha, sepse do të me fitu bukën e gojës. Die Albaner gehen auf die Straße und ihre Forderungen sind klar. Natürlich wollen sie wirtschaftliche Entwicklung, nicht um jeden Preis. Solange die Grundbedürfnisse wie Wasser, Gesundheitsversorgung und ein angemessener Lohn nicht erfüllt werden, haben sie das Recht zu hinterfragen, ob die öffentlichen Mittel den Bürgern oder einigen wenigen Privilegierten zugutekommen, wo die kommen. Ende Juni werde ich nach Albanien reisen, um zuzuhören und Ideen zu finden, die wir mit nach Hause nehmen können, um den Albanern zu helfen. Tani po u dorëzum që të gjithë, që nuk bëhet, se nuk bëhet, nuk ka për të bërë dhe kaq. Po pse më të mos bëhet? Çaj mungon këtij vendi që mos bëhet? Duhet pranojmë gjithë jetën që të na vënë atë çizme në fyt. Po unë s'e pranoj të ma vënë çizme në fyt. Ajo unë e them disa herë, luftarët vdesin këmbë. Zgjedhës vdesin këmbë. Zgjedhët jetojnë jetë me dinjitet dhe të mos pranoj kur duan që të ndikojnë dhe të thonë jo mos jeton me dinjitet se unë dua që ti të dorëzohesh se do ta marr unë vendin, do ta grabis unë vendin. Jo se pranoj. Ne ngecim. E më çam duhet mua. S'kam kohë unë. Ha sa të bëre kafen, ha sa të shoh të filmin. Etj. Kur të arrim që 10 minuta në ditë, 10 minuta në javë as në ditë, 10 minuta në muaj, ti shfrytëzojmë për të dalë dikun ku ka një organizim, për ta thënë zërin ton, atëherë gjërat ndryshojnë, unë them shpesh, vendi ndryshon ku ndryshon vetdia. Më shpallë mua në ngrata e pengove të vërtetën, po se pengon do të kur të vërtetën. 1000 herë të më shpallin në ngrata, 1000 herë do vazhdoj ta bëj një punë. 100.000 herë të më shpallin në ngrata, 100.000 herë do vazhdoj ta ngres zërin në formë. 100.000 herë të më ndalojnë aty me policie, me ushtri në kufi,
100.000 herë e 1 milion herë tjera do vazhdoj ta bëj dhe të përpiqem ta shtyt vërtetën dalin sipërfaqe. Sa ku jam me drejtën e kombit vendit tim. Nuk jam as me urrëtitjen, as me përplasjen, as me debatet, as me inatet, as me që ne të bëjmë atë që na kanë bërë. Por të vërtetën e kombit tim do ta them. Edhe 1 miliard herë të tjerë. Tarët sa herë lënë mërit me styre për çarjen, problemet, inatet janë gjithmonë më të fortë. Këtë duhet kemi sot amanet nga patriotët tanë, nga figurat kombëtare, nga madhështori, Gjergj Kasioti, Skënderbeu. Faktin që shqiptarët gjithmonë kur janë bashkuar një grusht i vetëm, kur i kanë lënë të gjitha problemet me styre, kanë ditur të janë më të fortë se shumë tjerët. Kjo është një formë për të përgjigjur çdo padrejtësie që ka ndodhur përgjatë historisë. Kjo është një formë që shqiptarët padyshim të jenë të fortë si shqiptarë, sepse pa patur një komb të fortë, nuk do të kemi kurrë një shqiptari të fortë. Shqipëria nuk është në shitje. Tausende Menschen gehen in Albanien jeden Tag auf die Straße, um die Lagune von Nata zu schützen. Sie kämpfen für eines der wichtigsten Feuchtgebiete im ganzen Mittelmeerraum. Heimat tausender Flamingos und vieler weiterer seltener Tierarten. Die sogenannte Flamingo-Revolution ist dabei weit mehr als eine Umweltbewegung. Sie ist der Protest von Menschen, die nicht mehr akzeptieren wollen, dass wertvolle Natur wirtschaftlichen Großprojekten geopfert wird. Die albanische Bevölkerung ist mutig. Sie erhebt ihre Stimme für Transparenz, für den Schutz der Umwelt und für eine Zukunft, die nicht nur von wenigen Profiteuren bestimmt wird. Und wir müssen klar sagen, wo Korruption politische Entscheidungen beeinflusst, geraten Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Naturschutz gleichermaßen unter Druck. Wer Natur zerstört, Korruption duldet und die Interessen der Bevölkerung übergeht, gefährdet dabei auch das Vertrauen in einen europäischen Weg Albaniens. Europa steht für Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und den Schutz unserer